Vllaznia e basketbollit për meshkuj ka arritur një fitore të rëndësishme në kampionat, duke mposhtur Tiranën me rezultatin e ngushtë 85-82 në një ndeshje tepër të luftuar deri në sekondat e fundit. Takimi i zhvilluar në një atmosferë elektrizuese dhe në mbështetjen e zjarrt të tifozërisë shkodrane, dhuroi emocione të shumta me skuadrat që u alternuan disa herë në avantazh. Megjithatë, në momentet vendimtare, kuqeblut treguan me shumë qetësi dhe saktësi në finalizime, duke siguruar fitoren përballë bardhë dhe bluve. Trajneri i vllaznisë Eni Llazani pas triumfit 85-82 ndaj Tiranës deklaroi se skuadra kishte përjetuar trysni nga Federata Shqiptare e Basketbollit, por pavarësisht kësaj arriti të dalë fituese. Mendoj në radhë parë herë duhet me falenderoj publikun sonte sepse na kanë dhënë një shtys të papame djemve dhe u krijua një atmosferë jashtëzakonshme sonte në sallë. Jam shumë falenderues për gjithë nga zemra, që ka në ardhë sot me na mbështet. Ka një ndeshje shumë e vështirë për ne, sepse pa fillu akoma ndeshja, kena pas presionet pa nevojshme që nuk i shoft arsyeshme, sepse ne nuk kena asnjëherë problem në asnjë moment. Sollën i hoqën gjyqtarët tonë të tavolinës nga tavolina e gjyqtarisë dhe sollën gjyqtar nga Tirana. Gjatë që s'ka bë vaki. Ne kur shkojmë në Tiranë nuk i marrim gjyqtarët tonë me vete te tavolina e Tiranës. Edhe pse kena pas gjithmonë probleme aty në alesat shumta, ne nuk i bëjmë këtë punë edhe nuk i pretendojmë këtë punë, edhe më duket absurde si ka mundësi një ekip tjetër me ja leju që të ndodhin këto gjëra. Më duken pretendime absurde në opinionin tim, thjesht për të nxit sherr, për të nxit situatat pa nevojshme që nuk kanë pse me ekzistu. Me pak fjalë doshin me ardhmë në avu kam të më kryen shtëpitë tonë. Është situatë absurde, megjithatë ja dolëm, erdhën të uqura vit edhe të uqura vit po shkojnë në shtëpi. Kjo fitore entuziazmoi pamas rreth 1200 tifozë të pranishëm në pallatin e sportit Qazim Dervishi, të cilët mbështeten vazhdimisht gjatë ndeshjes ekipin e vllaznisë.